Përshëndetje hoq, thot nëse vllaut fol me burra tjerë, ai ka 3 fëmijë, a kam të drejtë mi tregu vllaut? Përshëndetje motër. Allahu na ruaj nga sprovat e tilla, nga këto harame, astaghfirullah, të cilat e prishin, e shkatrojnë një familje. Veç njeriu duhet mu fokusu, astaghfirullah, te frika ndaj Allahut. Kur nuk bën me haram, astaghfirullah, me bë gjëra të tilla. Në rastin tanë, unë nuk po të tham as mos i tregoj, as tregoj vllaut për gruan e vet. Po të tham një gjë. Çka do që të ndërmerr hap, le të jetë hap i cili e përmirëson situatën e jo e prish. Pra, mos vepra me ungut e me i tregu vllaut në atë formë që ai pastaj me shkurorzu me njëherë. Pra me ardhë deri tek përmirësimi, ai tregon vllaut, a i shkruan një mesazh nusës vllaut, a i tregon dikujt tjetër që din qysh me e këshillu nusën e vllaut, nuk po tham këtë bëne ose ata. E rëndësishme bjerë punën që ata mos mu prish si familje, mu mundu mos mu prish. Nga ona njëra on, edhe ona tjetër me arrit dhe më thonë mesazhin, mu përmirësu situatën pa u prish familja. Kjo është më rëndësi. Qysh do që shahni një metodë, nëse nuk je e zoja, nuk je e aftë, vetë me menaxhu situatën, mos hinë loj, po tregoj dikujt i cili është i arsyeshëm edhe mundet me përmirësu situatën. Sepse shpesh ndodhet që tu dosh me bë mirë, mundesh me bë keq.